Në gazetari gjithashtu përmendet që është e lodhshme, sigurisht, por duhet edhe shumë guxim. Këtë edhe keni dëshmuar, Majlinda, duke raportuar nga vendet të ndryshme, si që janë Polonia, Ukraina, sa sfiduese është për një grua? Ka shumë pyetje në këtë pyetje, ose shumë përgjigje në këtë pyetje. Në fakt, sfiduese ka qenë edhe gazetaria të cilën e kam ushtruar në Kosovë. Nuk ka qenë e lehtë dhe shpesh herë jam ballafaquar me situata mjaft të vështira. Sepse ne menjëherë mendojmë shtetet e tjera, nuk e dim që na e kemi ma problem në Kosovë. Megjithatë, kjo që e përmendet ju, lufta në Ukrainë ka qenë një kontekst tjetër apo një situatë tjetër, sepse kemi pas të bëjmë me një konflikt armatosur e aq më tepër faktin që unë kam raportuar qysh në ditët e para kur ka filluar lufta në Ukrainë dhe ka qenë situatë krejtësisht e panjohur për të gjithë. Për politikanët, për shoqërinë, për gazetarët, pra nuk ka pasur shumë pikpyetje në aspektin e sigurisë, duke marrë parasysh narracionin që ndërtonte Rusia që mund të përdoreshin në armët nukleare. Në Ukrainë nuk kam qenë, po kam qenë në kufi me Ukrainën, njërën nga pikat kufitare në Poloni, po megjithatë aspekti i sigurisë ka qenë sfidues dhe vlen të theksohet pra që kam qenë ndër gazetarët e parë shqiptar që kam shku në atë pikë, ndoshta për shkak të pozicionit gjeografik që unë isha sa u barta në Vjenë për të shkput nga gazetaria dhe vjen ngjarja e radhës, e cila në fakt pastaj u ndërlidhe dhe me temën time të doktoratës që po e shfrytëzoj tani si kontekst për ta hulumtu ndikimin e krizave në qeverisjen mediale, po që këtë pjesën që përmendet ju të qenunit grua edhe të bërit të gazetari është një sfidë në vetë vete të cilën thënë drejtën gjatë kohës sa e kam ushtru punën e gazetarës në Kosovë, nuk është që i kam vë shumë vëmendje, mirë po në momentin kur jam shkput dhe kam fillu t'i shoh gjërat prej një këndvështrimi më analitik, e kam kuptu që në fakt që ka qenë një farë deficiti që të është bë si gjini femrore për faktin që jemi shoqëri pra patriarkale ku besimi në grua që mund të bëj një gjë të trajtoj tema serioza apo të sfidoj njerëz të fuqishëm, gjithmonë janë vënë në pikë pyetje. Përveç kësaj, është edhe ajo ana që i jepet më shumë guxim pra për t'i parandaluar apo për të pasur tendenca, për t'i friksuar që të kryejnë punën e vet, po që personalisht dhe besoj që këtë e shoh edhe tek kolegët tjera gazetare, nuk është që